Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdhroni. Jam një pensioniste nga Vlora. Po? Në rast të parë, në të mëngjes do të uroj gjithë shqiptarët për festat e fundvitit. Dhe pastaj kam disa falenderime, në qoftë se që në emër të kryeministrit të Shqipërisë, duke qenë edhe deputeti Vlorës. Po? Uroj pasojnë kuptohet për luftën pa kompromis kundër trafikantëve dhe krimit të organizuar dhe në veçanti për ndërtimin aq të mirë të lungëmarrës së Vlorës, ku për ditë po humbasin jeta njerëzish, si edhe për Transballkanikën, që i kemi të pranishëm bunkerët me ngjyra, me pllaka, na i kujton në çdo moment kohën e diktaturës dhe në veçanti duke hequr shpërblimet e vitit të ri për trajtimin shumë të mirë të pensionistëve, se nxori gjithë ato ligje për arsimtarët të dalë me 60% në pension të parakohshëm për rritjen e pensionit. Dhe ato më sa duket i ka zgjedhur kryeministri me kompjuter, kokër këtë zër, se janë rritur vetëm disa, ndërsa ne mbetemi me pensionin 140.000 lekë në muaj. Do ham, do pim, do smuremi, do marrim ilaçe. Kjo s'ka problem për kryeministrin shqiptar edhe për qeveritë, të gjitha qeveritë në vazhdim pa ditur pa vënë ngjyra asnjërës dhe as tjetrës. Më vjen keq që moshat e treta trajtohen në këtë formë, se të vish në Vlorë, në spitalet e Vlorës janë të mbusur plot me pensionistë dhe nuk ju bëhet asnjë trajtim. Edhe një gjilpër për stomakun duhet vesh ta blesh jashtë, që të mund ta bësh aty të kurohesh, se spitali nuk ka asnjë gjë absolutisht në mënyrë kategorike. Kjo është keq për Shqipërinë në këto kushte që presim të në hapen negociatat në Bashkimin Evropian, jo për moshat tona, po për fëmijët tanë, të cilët të ndërojnë një jetë më të mirë, një jetë më të lumtur, të kenë hapësira për ekselencën, që nuk llogariten fare, kush janë të mirë u jepet dërma, dhe ata që janë pa shkollë blejnë diplomat dhe zënë vendet më të mira në të gjitha fushat e jetës. Prandaj ky urim mas e i shkon dhe ky falenderim kryeministrit ton. Edhe kabinetit të tij politik. Ti shkoj me të gjithë me bashkangjitur thonjzat apo jo? Faleminderit, vazhdoj me të tjerët. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdhroni, po publiku po ju dëgjon. Flasim këte nga bregu i Lumit në Tiranë. Flisni pra. Bashkia e Tiranës e ka neglizhuar rregullimin e Lumit të Tiranës nga ura e institutit dhe poshtë nuk ka bën asnjë lloj punimi. Pra ka një segment ku nuk është vendor. Disa herë në lidhje vetëm për këtë veprim që ka bërë Bashkia e Tiranës. Pra ju nëpërmjet zërit tuaj kërkoni që të hidhet vështrimi dhe në këtë segment. Patjetër. Po unë ju falenderoj dhe juve që sillni një problem konkret që shqetëson komunitetin tuaj. Urdhroni. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes pra. Jo vetëm për veten time, po edhe për shumë shokë të tjerë, të cilët janë pensionistë. Kur kam një aktivitet, për shembull kam një lokal restoran, tavernë dhe restoran. Po? A duhet paguaj siguracione? A duhet paguajnë siguracione pensionistët? Po. Është një pyetje që do t'ja përcjellim specialistëve për të sjellë një përgjigje. Disa herë kemi bërë problem tek specialistët edhe më thonë që ka dalë mendimi i qeverisë, por nuk na i drejtojnë neve në përqendra. Gjithatë mund të sjellim edhe një përgjigje specialisti Fadil Kepi, që është tepër i ndjeshëm ndaj pyetjeve që bëjnë qytetarët në emisionin ton dhe me siguri do të kemi një përgjigje për këtë gjë. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Urdhroni, lutem. 2 fjalë për reformën në drejtësi. Po? Asnjë shtet në botë nuk është drejtue, nuk ka ecë përpara pa një reformë të mirëfill drejtësie. Sigurisht. Në qoftë, përshtypja ime personale është se ajo nuk do të ndodhë asnjëherë në Shqipëri. Pse e keni këtë përshtypje?
E kemi këtë përshtypje pasi në qoftë se këta do të ishin për një reformë të mirëfill drejtësie, do të pranonin gjykatës të pa anshëm ndërkombëtar që këta të mos fusin dorë. Se nuk ka ndodhur asnjëherë në botë që një kriminal të gjykoj veten. Pra ju mendoni që reforma do të zbatojë dhe do të bëjë vetëm nëse do të vinin të huaj, ta bënin këtë gjë. Vetëm në këtë rast mund të ndodhe diçka. Pasi reforma në drejtësi ka puna e keqe e drejtësisë në Shqipëri ka shkatruar çdo qelizë të kësaj Shqipërie. Po unë ju falenderoj dhe juve që sjellni këndvështrimin që keni për këtë problem. Janë çështje që diskutojnë gjërësisht midis qytetarëve dhe vinë këtu opinionet e tyre në mënyrë të drejtë për drejtë. Urdhroni. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Ja, kisha një problemi në lidhje me këtë tash. Po flisni, vetëm ulni zërin e televizorit nëse doni t'ju dëgjojmë mirë. Po. Problemi është këtu. Vërtet me fjalë shqyr që bëhet kjo amnistia, me fjalë që është gjë humane ashtu. Por është një diçka që lirohen me fjalë të burgosur, me fjalë të dënuar për vepra penale, jo vjedhje, jo të tjera. Po janë disa kategori, po. Unë po flasësh në emër të disa pensionistëve që kemi dalë nga miniera, që janë bërë disa lapsus, edhe ne tash na kanë vënë me fjalë që kur kemi falsifikuar dokumentat. Normalisht ne duhet përgjigjemi para ligjit dhe jemi koshient për se. Por halli se ne nuk na kap, ne jemi 60 sa vjeç. Unë për veten tim personalisht jam 64 vjeç. Tash për ne nuk pas ka amnisti. Tash ato i din vet ligjit, meqense do të rishikohet ligji. I bëjmë thirrje, shikojnë edhe për ne pensionistë që kemi punuar me fjalën minier, nuk është se kemi punuar. Qartë. Nuk është se kemi bërë diçka, shtetit dhe është lyem detyrimet, nuk po që të futemi ne të kemi bërë gjyshe, të futemi në burg, sikur duket diçka ashtu, dhe lirohen tjerë që bëjnë krime ordinare fare. Po unë ju falenderoj dhe juve që kërkesën tuaj paraqesni këtu në emisionin ton të hapur për të gjithë qytetarët. Urdhroni. Mirëmëngjes. Ju lutem flisni, nëse keni diçka për të thënë. Përshëndetje, zoti Bashkim. Po, urdhroni, flisni. Përshëndetje. Unë doja të bëja një, nuk e di. Mos dëgjoni vetëm televizor, se siç e shikoni po ngatrohemi. Po, më fal, një sekond, më fal, një sekond. Uleni zërin e televizorit që të dëgjojmë mirë publiku. Po, doja, nuk e di, kisha një ankesë me këto të TSS. Unë zoti Bashkim, ne jetojmë këtu rreth 300 metra nga qendra e qytetit Tiranës. Po kemi një problem. Çdo ditë tani, duke filluar që një javë, kur ka filluar ftoti, na ulet ai automati, shkojmë ngrejmë vetë banorët, ulet automati, sepse këto zotnit e ndruna atë i bon aty automati dhe deri tani detyrohen që ta ndrejmë. I bin telefonave, nuk dëgjohet asnjëri as begenista njëri zi. Po edhe na njëri do na nek, neve tani ti mohabeti si t'ja bëjmë, jemi 300 metra nga Tirana, vetëm bjeka një 4 herë dritas. Shkojmë ngrejmë vetë, aty futet kalamoni, futet gruaja, futet burri, gjithë. Është një rrezik i hapur atje. Futet aty me ngrejt automatin, ku janë të 4 automat tjerë, temperatura është 200 gradë brenda, gjithë rrezik dhe gjithë pela. Nuk e di, a ka njëri që merret në këtë punë? Sepse po shitet shumë si punë e madhe dhe ne jemi 300 metra nga qendra e Tiranës, po them. Qartë. Dhe unë ju falenderoj që sjellni një problem konkret. Urdhroni. Mirëmëngjes. Alo. Urdhroni, ju lutem, flisni. Mirëmëngjes. Flisni. Tash po dëgjojnë këto vrasje për ditë, në çdo vend, plagosje, vrasje. Kjo vjen sepse populli është i varfër dhe edhe ata që janë pasur nuk do shkojnë, kështu që populli do bëjë veprime se s'ka rrugë tjetër për të bërë këtë punë. Krimi, dakord, ju gjeni arsyetimin se përse ndodhin, por krimi nuk ka arsyetim, ë? Arsyetimi është kështu se të gjithë pasurit u bën për 25 vjet nuk kanë të çojnë lekt. Populli rri rrugët pa bukë, detyrimisht të bëhet dhe populli dënohet se ata nuk dënohen, kështu që kjo e nxit për punë, prandaj
ata të fillim menjes bëjnë ligje, jo bëjnë ligje dhe zbatojnë, jo të bëjnë ligje edhe për popullin. Po, dhe unë ju falenderoj dhe juve që sjellni dhe ju mendimin tuaj. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Përshëndetje. Urdhroni, lutem. Përshëndesjet atë zonjë që foli më përpara në Vlora. Po. Është për të përshëndetur e përshëndes të gjithë njerëzit që flasin për hallet e veta në këtë drejtare të hapur në mes, sepse megjithmonë është për të ardhur keq që në Shqipëri në gënjejnë politikanët për vende pune dhe vende pune s'ka, gënjejnë për mirëqenje s'ka, anistohen kriminel, populli i varfër ngelet në pritjet këtyre zërave për t'i punësuar dhe ndodhe kundër ta shubashkim. Po na dërgën mesazhe urimi për festat e vjetorit, për festën e fundvitit, jo me një 60.000 lekë për pensionistët, jo me ca falje burgosmish ordinare, ku di unë, Lul Berishave, ku di unë, po na shtohet numri kriminalëve në Shqipëri, çdo ditë më shumë. Është për ta keq bashkim, më thënë të drejtën, që vendi jonë vend i bukur, dhe të ketë këtë lloj qeverisje dhe këtë lloj është për ta keq. Faleminderit që më dëgjuat. Faleminderit edhe ju që sjellni në mënyrën tuaj mendimet që keni. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Vojre shumë ky popull flet shumë ankot, shumë pa kanajsia, shumë. Ku shumë i hajmë diçka. Mos votojnë asnjë lloj force politike sa të gjithë lloj. Ja të gjithë mashtruesa, të gjithë rrugë për vendin e vet, jo për këtë popull. Kaq isha. Po për dikë do votojmë apo jo? Për dikë do votohet apo jo? Jo, për çfarë të votosh? Ta të gjithë mashtruesa, ta të gënjejmë. Ta kanë këtë popull rrugën më, për çfarë votojmë? Po, pra vetëm ky është apeli juaj. Po. Faleminderit, vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Unë do të bëj një ushqim të veçantë, sepse e meritojnë për të ngushëlluar të dy familjet e figurat nga ngushëllimi e familjes së Lazar Filipit, ngushëllimi e familjes së Andrea Stefanit, në këtë prak vizitit që e ngushëllime tona. Edhe shtyti, në bëj shudi që e djasa shqiptare nuk flet asnjëherë për terrorizmin, veç thot për komunizmin, sepse kanë ka më rrezikshëm komunizmi se terrorizmi. Edhe për islamizmin. Për Turqia të bëhat palë me Rusin, edhe të bëjnë ashtu siç bëni kundra grushtit shtetit për të zhdukur për të eliminuar terroristat. Sepse po hapin panik edhe ka shenë vrasje e ti ambasadet ka shenë shumë rrezikshme. Aja është me prapanti të madhe terrorizmi. Të përshtes bashkëmo. Faleminderit edhe ju që silli mendimet tuaja. Urdhroni. Presim telefonatën tjetër. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, urdhroni, ju lutem. Ju lutem flisni. Në qoftë se keni diçka për të thënë, ju lutem flisni. E kanë rënë telefoni, dëgjojmë bisedat që bëhen aty në familje, por nuk e dinë që janë në linjë. Megjithatë, presim një telefonat tjetër atëherë që njerëzit janë më të kujdesshëm duke zbatuar disa kushte teknike. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotë Bashkim. Urdhroni. Faleminderit për emisionin. Çfarë do themi në këtë emision? Pata një vredhje ndaj këtij shteti. Ha? Qa këto gjoba që për emigrantët që kur kthehen nga debitor nga Greqia dhe u vendosin një job në kufirin shqiptar. Po,
Ka rënë linja, por I lutem qytetarit të marri prapë më pas për të vazhduar bisedën për një temë besoj të rëndësishme. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Flisni. Ju dëgjoj shumë dobët. Të diskutoj një diçka për... Po vetëm qartësoni pak zërin tuaj, ju dëgjoj shumë dobët zonjë, po? Flisni. Mbani pak mirë telefonin që t'ju dëgjoj mirë. Dëgjoj shumë dobët, atëre presim një telefonat tjetër, ku biseda mund të zhvillohet normalisht. Urdhroni, mirëmëngjes. 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 Flisni zotëri. Po të bashkimin unë. Po pra, bashkë po flasim. Bashkë po flasim. Mos dëgjoni vetëm televizor se do ngatroheni, siç po ngatroheni apo jo? Po. Flisni tani, publiku po e dëgjon. Më gjë tani. Kam një problem timin, jam pensionist. Po? Me gjithë gruan, edhe duhet të ndaj tokën fëmijëve, si mas reformës që zënë. Jo po këta në thonë që neve do të flasim të marrim një topograf privat, ai do lek shumë, unë nuk dal do të pratë punë. Po janë disa dokumenta që duhet të bëhen nga specialistët, apo jo? Po, janë që dokumenta që janë do të bëhen në shtetërore. Pra ju thonit janë me pagesa të bëj shteti ato, mos t'i bëj privati. Jo, unë vetë e paguja të lekun ke shteti, jam dakord, po nuk mund të përballoj të privatit. Qartë. Qartë edhe ankesa juaj. Urdhroni. E hapi. Mirëmëngjes, urdhroni. Mirëmëngjesi. Urdhroni zonjë, flisni. Ti jeni mirë? Mirë. Të ashtu I qikët numrin e bashkimit, për nuk e kap datë. Po bashkë po flasim zonjë. Publiku po të... Bashkë po flasim, me bashkimin e duke folur. Urdhroni. Bashkimin jemi? Po. Flisni zonjë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes dhe njerë. Si jeni? Mirë. Urdhroni, çfarë problemi keni? Kemi I problem kom këtu që jam I dal bastoni, komi fëmijë të mund, 27 vjeç. Po? Ai shoqëruesi I shti nuk njihet pa gjë, shoqëruesit njihen tisë se njihet, unë pa punë jam. Po çfarë ju thon, përse nuk njihet? Nuk e njihet se është me grupi farmacist kufizume. Pra nuk përpush ndonjë kriter që të ketë një shoqërues apo jo? I ka kriteret, I ka të gjitha kriteret, vërtet është I paralizuar nga ata të gjitha, sot nuk I njihet se duhet të jesh me karrotë. Po, janë disa kritere të cilat e vështirësojnë jetën e qytetarëve. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes për të bashkim. Urdhroni. Jam një qytetar në Fieri. Pensioniste. Po? Mirë, po pse e mbani zërin e televizorit ndezur lart? A më falë, apo e fikë. Pra tani, duhet të keni këtë kusht që të gjithë. Kemi shqetësim, s'kemi ujë këte, ama kjo zonë. Nga cila zonë jeni? Kalmi Fierit. Po? Nuk keni ujë? Na vjen ujë për pasë për to kishlitë, po atime që po thonë, na ngrini qik zërit. Po se ngritin zëri qytetarët, zëri ynë është I zbet pastaj. Bashkarisht e kemi zërin e fort. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Mirëmëngjes. Sot të gjithë vonohen duke pritur që të dëgjojnë mbarimin e bisedës pararendse në ekran. I lutem të përdorin telefonin si një telefon të zakonshëm kur komunikojnë. Urdhroni. Alo. Mirëmëngjes. O bashkim. Po. Për ujnë e pishëm të ka marrë, jemi në fshati Cuk 2, I Fierit. Si është situata atje? Nuk ka ujë, presi makina një javë. Vjen me makina, vjen me bote? Me bote kemi 11 vjetë. 11 vjetë ju merrni ujë me bote? Po. Ujëm shumë e bashkim. Po, sigurisht, të kesh ujë në këto rrethana janë probleme tepër të rëndësishme që nuk po gjejnë zgjidhje në jetën qytetare. Urdhroni. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Zoti bashkim. Urdhroni, lutem.
para se gjithë është njerë të solidarizohen me të aktet terroriste kundër ISIS-it dhe të ushtroj familjet e gjithë viktimave. Një diçka më bën shumë përshtypje këtu në qytetin e Durrësit, që para bashkisë bëhen disa protesta për shkarkimin e Vangjullit Dakos nga PD-ja. Të ardhur të gjithë nga Tirana. Nuk e di, vendimet që jep gjykata, si mund të diskutosh kur ato gjykata janë pavarura, e para, dhe e dyta, kush po proteston? Ata që kanë kryer 21 janarin dhe nuk e kanë marrë dënimin, ata të Gërdecit, që kanë vjedhur rrugën e kombit dhe duan koncesion tani paguajnë prap neve në xhepat e shtetit, që kena pagu gjatë gjithë kohës. Përse bëjmë? Vangjulli Dako nuk e ka emëruar, as Ali Berisha, as Ulizim Basha, atë ka zgjedhur populli i Durrësit. Kështu që për ta shkarkuar dhe për ta emëruar e për ta zgjedhur e kanë bërë zgjedhjen shumë mirë qyteti i Durrësit. Unë nuk e kuptoj se si flitet dhe se si bëhet nga këta baballar të kombit në thonjza që vinë aty dhe thonë kriminal. Vrau 4 veta mes qytetit, 26 në Gërdes, plus që lejon të qarkulloj nga Anglia në Kin Ilir Kumbaron, që ka vrarë Remzi Hoxhën. Unë nuk e di, se kuptoj se ku e kanë kurajon dhe ku e kanë forcën morale këta njerëz të flasin. Të mos përjashtoj pastaj parlamentin që e kanë bërë një lum që nuk po e kuptojmë. A është kjo opozit të mbroj kërkesat tona që kemi neve, ankesa nda qeveris, apo është të zihen dhe të flasim për njëri tjetrin? Nuk e kuptoj. Unë dua të di, është opozita të ngrihet qeveris dhe të plotësoj kërkesat tona, apo është opozita të marri në gojë familjet. Në kohën e diktaturës, bën dhe një gabim, ta supozojmë njëri, dënoj gjithë familja, shkonte në internim. Prap këtë gjë do bëjmë ne, por gabimin e njëri do të përfliten të gjithë të tjerët, ç'pun kam unë, për shembull me vllajën, me motrën, kur ata gabojnë dhe unë nuk gaboj. Nuk e di, më kuptoni apo jo. Jo, qartë, mendimi juaj dhe unë ju falenderoj që e sillni këtu. Kemi edhe 1 minutë kohë për një telefonat të fundit të shkurtër. Urdhroni. Urdhroni, lutem, kemi shumë pak kohë në dispozicion tani. Është larguar personi për te telefonit. Megjithatë le të shfrytëzojmë këto sekonda që kemi. Urdhroni. Mirëmëngjes. Alo, Urdhroni zotri. Kam një problem. Po, cili është problemi? Lidhur me Oshen. Po, flisni. Osheja tani ma ka kthy në skem vjedhje faturimin e konsumit të energjisë elektrike. Pse e thoni këtë? Aja padrejtisht në një zanë të faturës tatimore elektrike vendos një ambient përbashkë. Kur unë nërkohë nuk e kam. Nuk keni drita në për koridore? Ja, kemi kthy krejtësisht individuale. Këtë gjanë ka përsëri e ka banë dhe mujnë para rëndës. Ja kemi banë me dije dhe përsëria e vjen. Kjo është një skem mafioze e OSHE-s. Ju lutem shumë, si duhet veprojmë ne? Ne s'kemi kalu vetëm të kthehemi në vetë gjithësi. Pra, ne ato të vinë nga këpusin dritat, ne nga të rojme me elektricisat si vinë, ose të lidhëm. Jam një likuidator i rregull, edhe në vitet 97-98. Nuk arrit të kuptoj se si shteti përdor mekanizmat të tillë kaq sofistikum për të vjedhur qytetarët e tij, të ndershëm, tepër të saktë dhe tepër them atë për nuk pa djej fjalën nga më tepër korrekt. Çfarë të shpreh më tepër? Me fjalën korrekt, besoj. Çfarë bëjmë ne? Ju lutem shumë, ju jeni media e tjerë, çfarë bëjmë ne? Si të sillemi? Si na sugjeroni të sillemi? Qartë, është edhe një problem tjetër që vjen po me operatorin e shpërndarjes energjisë elektrike. Ishte telefonata e fundit për ditën e sotme, tani ftoj regjin të vazhdojmë me informacione të tjera.